Data 17 mars. Eksodi, kapitulli 28. Pastaj afro pran vetes Sate Aronin, të vëlla, dhe bijtë e tij së bashku me të, nga gjiri i bijve të Izraelit, që të më shërbejnë mua si prift. E kam fjalën për Aronin, Nadabin, Eleazarin dhe Ithamarin, bijtë Aronit. Dhe do t'i bësh Aronit vëllait tënd rroba të shenjta, për t'i dhënë nder e hijeshi. Do të flasësh me të gjithë personat e aftë që i kanë mbushur me frymën e diturisë, dhe ata t'i bëjnë rrobat e Aronit për ta shenjtëruar, me qëllim që të më shërbejë mua si prift. Dhe këto janë rrobat që do të bëjnë: një pektoral, një efod, një mantel, një tunik të thurur me shtiza, një çalm dhe një brez. Do të bëjnë pra rroba të shenjta për Aronin, vëllain tënd, dhe për bijtë e tij, me qëllim që të më shërbejnë mua si prift. Ata do të përdorin arë dhe fill ngjyrë vjollc, të purpurt, flak të kuqe dhe li të holl. Do ta bësh efodin me arë dhe fill ngjyrë vjollc, të purpurt, të kuqe flak, si dhe me fill liri të holl dhe të përdredhur, të punuar artistikisht. Në dy askajet e tij të ketë të lidhura dy supore, me qëllim që të mbahet si një e tërë. Brezi i punuar artistikisht që ndodhet mbi efodin do të ketë po atë punë të efodit, prej ari dhe me fije ngjyrë vjollc, të purpurt, flak të kuqe dhe prej liri të holl të përdredhur. Pastaj do të marrësh 2 gur oniksi dhe do të gdhendesh mbi ta emrat e bijve të Izraelit, 6 nga emrat e tyre mbi një gur dhe 6 emrat e tjerë mbi gurin tjetër, sipas radhës së tyre të lindjes. Do të gdhendesh mbi këta gur emrat e bijve të Izraelit, ashtu si bën prerësi i gurit në gdhendjen e një vule. Do t'i futesh në rrath ari. Do t'i vësh të 2 gurët mbi supet e efodit, si gur kujtimore për bijtë e Izraelit, dhe Aroni do t'i çojë emrat e tyre si një kujtim para Zotit mbi 2 shtyllat e tij. Do të bësh gjithashtu rrath ari dhe 2 zinxhir prej ari safi. Do t'i bësh të thurur si një litar dhe do të vësh në rrathët zinxhirët e thurur në këtë mënyrë. Do të bësh gjithashtu pektoralin e gjykimit të punuar në mënyrë artistike. Do ta bësh punën si për efodin, prej ari, me fill ngjyrë vjollc, të purpurt dhe flak të kuqe, si dhe me li të holl të përdredhur. Do të jetë katror dhe i palosur më dysh. Do të jetë një pëllë mbi gjatë dhe një pëllë mbi gjerë. Dhe do të ngallmosh 4 radhë gurësh. Në radhën e parë një sardonio, një topaz dhe një smerald. Në radhën e dytë një bruz, një safir dhe një diamant. Në radhën e tretë një hiacint, një agat dhe një ametist. Në radhën e katërt, një grisolit, një oniks dhe një diaspër. Këta gur do të ngallmohen në rrathet e tyre të artë, dhe gurët do të korrespondojnë emrave të bijve të Izraelit, 12, sipas emrave të tyre të gdhendur si vula, secila me emrin e 12 fiseve të Izraelit. Do të bësh gjithashtu mbi pektoral zinxhir të vegjël prej ari safi të thurur si kordon. Pastaj do të bësh mbi pektoral 2 unaza prej ari, dhe do t'i vësh të 2 unazat në 2 skajet e pektoralit. Pastaj do t'i fiksosh 2 kordonat prej ari në 2 unazat në skajet e pektoralit, dhe 2 majat e tjera të 2 kordonave do t'i lidhësh me të 2 rrathët dhe do t'i vendosësh mbi 2 supet e efodit nga përpara. Do të bësh edhe 2 unaza ari dhe do t'i vendosësh në 2 skajet e pektoralit, mbi palën e tij që ndodhet në pjesën e brendshme të efodit. Do të bësh 2 unazat të tjera ari dhe do t'i vendosësh mbi të 2 supet e efodit poshtë, në pjesën e përparme pranë pikës së bashkimit, mbi brezin e punuar artistikisht të efodit. Dhe pektorali do të fiksohet me anë të 2 unazave të tij në unazat e efodit me një kordon ngjyrë vjollce, në mënyrë që pektorali të ndodhet mbi brezin e punuar artistikisht të efodit dhe të mos shkëputet dot prej këtij të fundit. Kështu Aroni do t'i çojë emrat e bijve të Izraelit të skalitur në pektoralin e gjykimit, mbi zemrën e tij, kur do të hyjë në shenjtërore, në kujtim të përjetshëm përpara Zotit. Do të vësh mbi pektoralin e gjykimit urimin dhe thumimin, dhe do të jenë mbi zemrën e Aronit kur të paraqitet përpara Zotit. Kështu Aroni do të çojë gjykimin e bijve të Izraelit mbi zemrën e tij para Zotit vazhdimisht. Do të bësh edhe mantelin e efodit krejt në ngjyrë vjollc. Në mes të tij do të ketë një hapje për të kaluar kokën. Rreth e qarkës saj hapjeje do të ketë një buzë prej stofit të punuar si hapja një parzmoreje
me qëllim që të mos shqyhet. Rreth e qarkës ai buzë të mantelit do të bësh disa shegë ngjyrë vjollc, të purpurt dhe flak të kuqe, dhe rreth tyre zile ari. Një zile ari dhe një sheg, një zile ari dhe një sheg, rreth e qark mbi buzën e mantelit. Aroni do ta përdorë për të kryer shërbimin, dhe tingulli i saj do të dëgjohet kur të hyjë në vendin e shenjtë përpara Zotit dhe kur të dalë andej me qëllim që ai të mos vdes. Do të bësh edhe një pllak prej ari safi dhe mbi të do të gdhendesh ashtu siç bëhet mbi një vul fjalët shenjtërisë Zotit. Do t'i lidhesh asaj një rrip ngjyrë vjollc për ta bashkuar me çallmën. Ajo duhet të ndodhet në pjesën e përparme të çallmës. Kështu do të qëndrojnë mbi ballin e Aronit dhe Aroni do të mbajë fajin të shoqëruar me gjërat e shenjta të paraqitura nga bijtë e Izraelit në çdo lloj ofertash të shenjta. Ajo do të rrijë vazhdimisht mbi ballin e tij në mënyrë që ato të jenë të mirë pritura nga Zoti. Do të endësh gjithashtu tunikën prej liri të hollë të punuar me shtiza. Do të bësh një çallm prej liri të hollë dhe një brez, një punë qëndistari. Për bijtë e Aronit do të bësh disa tunika, breza dhe mbulesa koke me qëllim që t'u japësh atyre nder dhe hijeshi. Me ato do të veshësh më vonë vëllain tënd Aronin dhe bijtë e tij bashkë me të. Ti do t'i vajosësh, do t'i shugurosh dhe do t'i shenjtërosh që të më shërbejnë si priftërinj. Do të bësh gjithashtu disa pantallona prej liri për të mbuluar lakurisinë e tyre. Ato do të shkojnë nga hijet deri te kofshët. Aroni dhe bijtë e tij do t'i veshin kur të hyjnë në çadrën e mbledhjeve ose kur t'i afrohen altarit për të bërë shërbimin në vendin e shenjtë me qëllim që mos bëhen fajtor dhe të mos vdesin. Ky është një rregull i përjetshëm për të dhe për trashëgimtarët e tij. Gjoni, kapitulli 7. Dhe pas këtyre gjërave, Jezusi ecste nëpër Galile, sepse nuk donte të ecte nëpër Jude, nga që judejt kërkonin ta vrisnin. Dhe festa e judejve, ajo e tabernakujve ishte afër. Prandaj vëllezërit e tij i thanë: "Nisu prej këndej dhe shko në Jude, që edhe dishepujt e tu t'i shohin veprat që bën ti, sepse askush nuk bën gjë në fshehtësi kur kërkon të njihet botërisht, po të bësh të tilla shfaqju botës, sepse as vëllezërit e tij nuk besonin atë." Atëherë Jezusi u tha atyre: "Koha ime nuk ka ardhur ende, por koha juaj është gjithmonë gati. Bota nuk mund t'ju urrejë juve, por mua më urren sepse unë dëshmoj për të se veprat e saj janë të mbrapshta. Ju ngjituni në këtë festë, unë nuk po ngjitem ende në këtë festë, sepse koha ime ende nuk është plotësuar." Dhe si u tha këto, mbeti në Galile. Mbasi vëllezërit e tij u ngjitën në festë, atëherë edhe ai u ngjit jo haptas, por si fshehurazi. Atëherë judejt e kërkonin në festë dhe thoshin: "Ku është ai?" Në turm përshpëritej shumë për të. Disa thoshin: "Ai është i mirë." Të tjerë thoshin: "Jo, madje ai e mashtron popullin." Por askush nuk fliste haptas për të nga frika e judejve. Por kur ishte tashmë mesi i festës, Jezusi u ngjit në tempull dhe i jepte mësim. Dhe judejt mrekulloheshin duke thënë: "Si ditë ka ky shkronjat pa studiuar?" Jezusi u përgjigj atyre dhe tha: "Doktrina ime nuk është e imja, por e atij që më ka dërguar. Në qoftë se dikush do të bëj vullnetin e tij, do ta njoh nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia apo nëse unë flas nga vetja ime. Ai që flet nga vetja e tij kërkon lavdinë e vet, kurse ai që kërkon lavdinë e atij që e ka dërguar, ai është i vërtet dhe në të nuk ka padrejtësi. A nuk ju a ka dhënë Mojsiu ligjin dhe asnjë nga ju nuk e zbaton ligjin? Pse kërkoni të më vrisni?" Turma u përgjigj dhe i tha: "Ti ke një demon, kush kërkon të të vras?" Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: "Unë kam bërë një vepër dhe ju të gjithë jeni të mrekulluar. Prandaj Mojsiu ju dha rrethprerjen, jo se vjen nga Mojsiu, por nga etrit, dhe ju e rrethpritni njeriu në shabat. Në qoftë se një njeri merr rrethprerje në shabat që të mos shkelet ligji i Mojsiut, ju zemroheni me mua sepse shërova një njeri të tërë në shabat? Mos gjykoni sipas pamjes së jashtme, por gjykoni një gjykim të drejtë." Atëherë disa nga Jeruzalemi thanë: "A nuk është ky ai që e kërkojnë ta vrasin? Dhe ja, ai po flet lirisht dhe nuk i thon asgjë. Mos kanë njohur krerët se ai është me të vërtet Krishti, por ne e dim se nga është ky. Ndërsa kur të vi Krishti, askush nuk do ta di se nga është ai." Atëherë Jezusi duke mësuar në tempull, thirrri dhe tha: "Ju dhe më njihni dhe e dini se nga jam, dhe unë s'kam ardhur nga vetja, por ai që më ka dërguar është i vërtet, të cilin ju nuk e njihni. Por unë ato e njoh, sepse jam nga ai dhe ai më dërgoi." Prandaj ata kërkonin ta kapnin, por askush nuk vuri dorë mbi të sepse ora e tij s'kishte ardhur ende. Dhe shumë veta nga turma besuan atë dhe thoshin: "Kur të vi Krishti,
A do të bëj më shumë shenja se këto që ka bërë ky? Farisejnë dëgjuan turmën duke përshpëritur këto gjëra për të. Prandaj farisejnë dhe kryepriftrinë dërguan roje për ta kapur. Atëherë Jezusi u tha atyre: Unë jam edhe për pak kohë me ju, dhe do të shkoj tek ai që më ka dërguar. Do të më kërkoni e nuk do të më gjeni, dhe atje ku jam unë, ju nuk mund të vini. Atëherë judejnë thoshin me vete: Ku do të shkoj ky që ne nuk do ta gjejmë? Mos do të shkoj tek ata që janë shpërndar midis grekëve dhe të mësoj grekët? Ç'është kjo fjalë që ai tha? Ju do të më kërkoni dhe nuk do të më gjeni, dhe atje ku jam unë, ju nuk mund të vini. Për ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u ngrit në këmbë dhe thirri duke thënë: Nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë të pi. Ai që beson në mua, siç ka thënë shkrimi, prej brendësisë së tij do të burojnë lumenj ujë të gjallë. Por këtë ai e tha për frymën, që do të merrnin ata që do të besonin në të, sepse fryma e shenjtë nuk kishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk kishte përlëvduar. Shumë pra nga turma kur i dëgjuan këto fjalë thoshin: Ky është me të vërtetë profeti. Të tjerë thoshin: Ky është Krishti, kurse të tjerë thoshin: Vallë, nga Galilea vjen Krishti? A nuk thot shkrimi se Krishti vjen nga fara e Davidit dhe nga Betlehemi, fshati ku ishte Davidi? Kështu pati përçarje në turm për shkak të tij. Dhe disa prej tyre donin ta kapnin, por askush nuk vuri dorë mbi të. Atëherë rojet erdhën te kryepriftrinë dhe te farisejt, dhe këta u thanë atyre: Pse nuk e sollët? Rojet u përgjigjen: Kurrë s'ka folur njeri kështu si ky njeri. Atëherë farisejt u përgjigjen atyre: Mos u gënjyet edhe ju? Mos ndonjë nga krerët ose nga farisejt ka besuar në të? Por kjo turm që nuk e njeh ligjin është e mallkuar. Nikodemi, ai që pati ardhur natën tek Jezusi duke qenë një prej tyre, u tha: Ligji ynë gjykon vallë një njeri para se ta ketë dëgjuar atë dhe ta di çfarë bën? Ata u përgjigjen dhe i thanë: Mos je edhe ti nga Galilea? Hulumto dhe shiko, se nga Galilea s'ka dalë ndonjë profet. Dhe secili shkoi në shtëpinë e vet. Fjalët e urta, kapitulli 4. Dëgjoni o bi, mësimet e një ati, dhe tregoni kujdes që të mësoni të gjykoni, sepse ju jap një doktrinë të mirë. Mos braktisni ligjin tim. Kur isha ende fëmijë pranë atit tim, një mozak dhe i dashur në sytë e nënës sime, ai më mësonte dhe më thoshte: Zemra jote të kujtoj fjalët e mia, ruaj urdhërimet e mia dhe do të jetosh. Fito dituri, fito gjykim. Mos i harro fjalët e gojës sime dhe mos u largo prej tyre. Mos e braktis diturinë dhe ajo do të të mbrojë. Duaje, sepse ajo do të ndihmoj. Dituria është gjë e më e rëndësishme. Prandaj fito diturinë, edhe sikur të humbasësh ato që ke, fito diturinë. Përlëvdoje dhe ajo do të të lartësojë. Ajo do të të japi lavdi, po qëse ti e përvetëson. Ajo do të të vërë mbi kokën tënde një stoli prej nuri, do të të rrethojë me një kuror lavdije. Dëgjoj birim, pranoj fjalët e mia dhe vitet e jetës sate do të shumohen. Të kam mësuar në rrugën e diturisë, të kam udhëhequr në përshtigjet e ndershmërisë. Kur do të ecësh, hapat e tua nuk do të pengohen, kur do të vraposh, nuk do të pengohesh. Roke mirë këtë mësim. Mos e lër që të shkoj kot. Ruaje, sepse ai është jeta jote. Mos hyr në shtegun e të pabezëve dhe mos ec në rrugën e njerëzve të këqij. Evitoj atë, mos kalo nëpër të. Largoju prej saj dhe shko tutje, sepse ata nuk mund të flenë, po të mos kenë bërë të keqen. Gjumi i tyre zhduket po tjetë se nuk kanë rrëzuar dikë. Ata hanë bukën e paudhësisë dhe pinë verën e dhunës. Por shtegu i të drejtëve është si drita e agimit, që shkëlqen gjithnjë më shumë derisa të bëhet ditë e plotë. Rruga e të pabezëve është si terri. Ata nuk shohin atë që do t'i rrëzojë. Biri im, trego kujdes për fjalët e mia, dëgjo thënjet e mia. Mos u largofshin kurrë nga sytë e tu, ruaj në qendër të zemrës sate, sepse janë jetë për ata që i gjejnë, shërim për të gjithë trupin e tyre. Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Hiq dorë nga e folura me hile dhe largo prej teje buzët e çoroditura. Sytë e tu le të shohin drejt dhe qepallet e tua të synojnë drejt para teje. Sheshoje shtegun e këmbëve të tua dhe të gjitha rrugët e tua qofshin të caktuara mirë. Mos u shmang as në të djathtë, as në të majtë, tërhiqe këmbën tënde nga e keqja. Galatasve, kapitulli 3. O Galatas të pamend, kush ju ka yshtur që të mos i bindeni se vërtetës, ju që para syve tua Jezu Krishti u përshkua i kryqëzuar midis jush. Vetëm këtë dua të di nga ju. A e morët frymën prej veprave të ligjit apo prej të dëgjuarit të besimit?
A jeni kaq të pamend sa që mbasi niset në frymë të përfundoni tani në mish? A hoshet kaq shumë gjëra më kot nëse kanë qenë vërtet më kot? Ai pra, që ju jep juve frymën dhe kryen midis jush vepra të fuqishme, i bën prej veprave të ligjit apo prej të dëgjuarit të besimit? Sikundër Abrahami i besoi Perëndis dhe kjo ju llogarit për drejtësi. Dijeni atëherë se ata që janë prej besimit janë bijtë Abrahamit, por shkrimi, duke parashikuar se Perëndia drejtëson kombët prej besimit, ja dha më përpara Abrahamit lajmin e mirë. Të gjitha kombët do të bekohen në ty. Prandaj ata që janë prej besimit bekohen bashkë me besimtarin Abraham. Dhe të gjitha ata që janë prej veprave të ligjit janë në mallkim, sepse është shkruar: I mallkuar është kushdo që nuk qëndron në të gjitha ato që shkruhen në librin e ligjit për t'i bërë. Por që me anë të ligjit, askush nuk drejtësohet përpara Perëndis, është e qartë, sepse i drejti do të rrojë prej besimit. Por ligji nuk është prej besimit, por njeriu që do t'i bëjë ato, do të rrojë nëpërmjet tyre. Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne, sepse është shkruar: I mallkuar është kushdo që varet në dru, që bekimi i Abrahamit u vi kombëve nëpërmjet Jezu Krishtit, që ne të marrim premtimin e frymës përmes besimit. O vëllezër, po flas si njeri, edhe dhjatën e njeriut pasi është vërtetuar, as njeri se hedh poshtë apo i shton gjë. Edhe premtimet ju bën Abrahamit dhe pasardhësit të tij. Nuk thot edhe pasardhësve, si për shumë, por si për një, dhe pasardhësit tënd, që është Krishti. Dhe unë them këtë: ligji që erdhi 430 vjet më pas, nuk është vleftëson dhjatën e miratuar më parë nga ana e Perëndis në Krishtin në mënyrë që të prish premtimin. Sepse në qoftë se trashëgimia është prej ligjit, nuk është më prej premtimit, por Perëndia ja fali atë Abrahamit me anë të premtimit. Atëherë, pse u dha ligji? Ai u shtua për shkak të shkeljeve, derisa të vinte pasardhësit e cilit ishte bërë premtimi. Dhe ky ligj u porosit përmes ëngjëjve me anë të dorës së një ndërmjetësi. Dhe ndërmjetësi nuk është ndërmjetësi i njërit vetëm, kurse Perëndia është një. A është ligji atëherë kundër premtimeve të Perëndis? Kur mos qoftë, sepse po të ishte dhënë një ligj që mund të jepte jetë, drejtësia do të ishte me të vërtetë prej ligjit. Por shkrimi i mbylli të gjitha gjërat nën mëkatin që t'u jepej atyre që besojnë premtimi prej besimit të Jezu Krishtit. Dhe para se të vinte besimi, ne ruheshim nën ligjin të mbyllur për besimin që duhej të zbulohej. Kështu, ligji që mësuesi ynë për te Krishti, që ne të drejtësohemi prej besimit. Por mbasi erdhi besimi, nuk i jemi më nën mësues, sepse të gjithë ju jeni bijtë të Perëndis me anë të besimit në Krishtin Jezus. Sepse sa veta u pagzuat në Krishtin keni veshur. Nuk ka as jude, as grek, nuk ka as sklav, as të lirë, nuk ka as mashkull, as femër, sepse ju të gjithë jeni një në Jezu Krishtin. Dhe në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtar sipas premtimit.